Prej më shumë se 5 vjetësh, gradimet në Policinë e Kosovës kanë ngecur duke shkaktuar probleme në funksionim dhe strukturën e institucionit. Pozita të rëndësishme vazhdojnë të mbulohen nga zyrtar pa gradën e duhur. Gradimet e fundit u bën në vitin 2020 kur u promovuan 131 toger. Prej asaj kohe çdo përpjekje për të rifilluar procesin ka dështuar. Një konkurs për 355 rështer në vitin 2024 u anulua pas zgjedhjeve të Inspektoratit Policor të Kosovës, i cili evidentoi mangësi të rënda në verifikimin dhe zbatimin e kritereve të kërkuara. Aktualisht shumë pozita udhëheqëse mbulohen nga persona me grad më të ulët, gjë që thuhet se dëmton hierarkinë komanduese. Policia e Kosovës thotë se është e gatshme për proces, por pret miratimin e udhëzimit të ri administrativ. Policia e Kosovës është e gatshme për organizimin e proceseve të gradimit, por pas rekomandimit të dhënë nga Inspektorati Policor i Kosovës, ne jemi në pritje të miratimit të udhëzimit administrativ për procedurën e gradimit për zyrtarët policor. Mungesa e gradimeve nuk ka pasur ndikim të drejt për drejt në punën e policisë, sepse këto pozita janë mbuluar nga zyrtar me nga një grad më të ulët sipas udhëzimit administrativ, thuhet nga Drejtoria e Policisë së Përgjithshme e Kosovës. Zyrtar brenda policisë shprehen të pakënaqur duke thënë se procesi është i politizuar dhe i padrejt. Kam konkuruar për major, por nuk më kanë zgjedhur. Ka ndikim politika, jam në proces gjyqësor, tha një zyrtar policor. Edhe raporti i fundit i zyrës kombëtare të auditorit konstaton se 185 zyrtar janë të vendosur në pozita pa gradën përkatëse. Ish drejtori i policisë Reshat Maliqi paralajmëron se gjendja po dëmton seriozisht institucionin. Ka njerëz në pozita pa emrim që nuk japin llogari për asgjë. Ndërkohë ish drejtori tjetër Rashid Çalaj thotë se është e pafalshme vonesa në gradime dhe mosplotësimi i pozitave me persona të kualifikuar. Kërkesa më e madhe aktualisht është për gradën rështer me mbi 300 vende të lira. Policia thotë se synon gradime bazuar në merit, pa ndërhyrje politike, por sfidat në menaxhimin e brendshëm mbeten të mba.